Aksidenti i rënd ka ndodhur mesditën e sotme në hyrje të Divjakës. Automjeti T-Benz ka goditur një motocikletë modifikuar me karroceri në aksin rrugor Çerm Divjak. Mjeti T-Benz është përplasur me motocikletën dhe nga pamjet duket që nga përplasja e fortë, motocikleta është ndarë nga karroceria dhe drejtuesi motocikletës Miti Shkoza, 78 vjeç nga Divjaka, është plagosur rënd. Ambulanca ka arritur menjëherë në vendngjarje dhe ka transportuar të dëmtuarin në spitalin e Lushnjës. Mjekët e Lushnjës e ka nisur 78 vjeçarin drejt spitalit të traumës për mjekime të specializuar sapo stabilizuar gjendjen e tij shëndetësore që vijon të jetë e rënd. Policia në vendngjarje po dokumenton aksidentin si dhe po merr masa për disiplinimin e trafikut. Sipas informacioneve të para, drejtuesi i Bencit ka qenë në manovër para kalimi dhe ka përplasur motocikletën. Policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit T-Benz për të hedhur dritë mbi rrethanat e aksidentit. Mbrëmjen e djeshme, Bashkia Lushnjë organizoi koncertin festiv Lushnjan Fest në sheshin para bashkisë. Emra të njohur të muzikës së lehtë dhe popullore lushnjare dhe jo vetëm si Eranda Libohova, Erik Loshi, Ergita Bahja, Valbona Hekurani e tjerë dhe grupet valltare me valle popullore dhe kërcime aerobike interpretuan para publikut lushnjar. Këngët e pastra vendit me marë se shpirtin kyta fele se mërti e di të më të mbaja hajde se u për ty ndala. E pranishme në këtë event ishte edhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, e shoqëruar nga kryetarja e bashkisë Eriselda Sefa, ministri financave Petrit Malaj dhe kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Atmosfera festive shoqëroi publikun për rreth 1 orë e gjysmë. Parku kombëtar i Divjakës në 1 maj ka pritur vizitorë të shumtë. Ajri i freskët, natyra e virgjër dhe kulinaria cilësore e zonës kanë tërhequr qindra vizitorë. Divjaka është kthyer në një destinacion të cilin e kërkojnë që nga moshat e vogla që luajnë gëzueshëm në natyrën e bukur e deri tek moshat e mëdha. Po, më pëlqen shumë. Po. Po vi shumë. Kur vjen zakonisht? Shtu në diel, edhe ko marr pushime vi këtu. Gjithmonë i gatshëm për ta. Po. Çfarë pëlqen shumë? Pylli, natyra. Pylli, ajri i pastër, natyra, më pëlqen shumë. Pemë që është që pëlqen shumë këtu. Ka ajri i pastër. Nuk kanë munguar edhe piknikët që kanë organizuar familjar të shumtë. Kulmi i vizitave ka qenë në qendrën e vizitorëve dhe në kullën 360 gradë me vizitorë nga Shqipëria e Mesme, zonat përreth, por dhe turistë të shumtë. Divjaka është kthyer në një atraksion gjithvjetor për të gjithë pasi natyra e bukur, pylli i freskët dhe deti bashkë me kulinarinë e zonës janë në lartësinë e duhur për të pritur vizitorët që kërkojnë të gjejnë qetësi familjare. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, takoi sot me kryekomisionerin e zgjedhjeve Ilirian Celibashi në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas takimit, Gonzato dhe Celibashi folën para gazetarëve. Gonzato tha se Bashkimi Evropian mbështet procesin zgjedhor në Shqipëri, por nuk do të ndërhyjë. Bashkimi Evropian ka besim të plot te misioni i Odirit, i cili po monitoron nga afër zgjedhjet e 11 majit. Assessments before the elections. We have trust, as I said. Unë nuk bëj deklarata para zgjedhjeve, kemi besim te Odir dhe ka një mision të rëndësishëm këtu. Lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit është në zemër të negociatave. SPAK ka një detyrë të rëndësishme. Bashkimi Evropian është këtu për të mbështetur Shqipërinë, jo të ndërhyjmë në procese. Nuk jemi këtu për të manipuluar asgjë. Celibashi u shpreh se takimi ishte për të dhënë informacione në lidhje me përgatitjen e zgjedhjeve. Ai theksoi gjithashtu se janë në proces bashkëpunimi e mbështetje të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian.
Ashtu sikurse edhe ambasadori tha, jemi në një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi dhe mbështetje nga delegacioni i Bashkimit Evropian dhe nga Bashkimi Evropian për procesin zgjedhor në tërësi në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që me siguri do të vazhdoj edhe pas këtyre zgjedhjeve. Ndam së bashku të njëjtën pikpamje mbi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Shqipëria është një moment të rëndësishëm të procesit të integrimit evropian dhe ndaj është e nevojshme që secili prej nesh institucione publike përgjegjëse për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, po dhe partitë politike, duhet të reflektojnë përgjegjësitë e tyre për të patur zgjedhje me integritet. Në javën që po mbyllet ne kemi patur në thuajse në mënyrë periodike gjatë ditëve të kësaj jave, komunikime konkrete me SPAK për problematika të ndryshme të procesit zgjedhor, për denoncime të bëra në këtë strukturë, po dhe për informacione të cilat kanë ardhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do duhet ta bëjmë dije që brenda 24 orësh kemi dalë të themi që të vendosin në dispozicion çfarë prej tyre është kërkuar. Shqipëria renditet në vendin e 80 në raportin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, duke shënuar ngritje krahasuar me vitin 2024, kur u vlerësua me pozitën e 99. Kosova nga ana tjetër ka shënuar rënien më të madhe në 15 vitet e fundit në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të kësaj organizate, duke u renditur në vendin e 99 në botë nga 180 shtete. Ky është viti i dytë radhazi që Kosova shënon në rënje, pasi në vitin 2024 ra nga vendi 56 në atë të 75. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi më 2 maj në prag të ditës botërore të lirisë së shtypit, Kosova renditet më keq në zonën e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Raporti Reporterëve pa kufi gjeti se në Kosovë, Slovaki, Bosnjë Hercegovinë dhe Serbi, mediat janë duke u përballur me krizë ekzistenciale për shkak të shkurtimeve buxhetore dhe kontrollit politik. Në vendet e tjera të Ballkanit, Malizi renditet në vendin e 37, pastaj Maqedonia e Veriut në vendin e 42, Bosnjë Hercegovina në të 86 dhe Serbia e 96. Raporti thekson gjithashtu se media të pavarura në Evropë dhe në Azinë qendrore po përballen me një krizë ekonomike të paparë, e përkeqësuar nga ndalimi menjëhershëm i ndihmës amerikane dhe ndikimi gjithnjë më i madh i propagandës ruse. Raporti përmend, ndër të tjera, edhe përpjekjet e administratës së presidentit Donald Trump për pezullimin e financimit të radios Evropa e Lirë.